gjithë shkojnë e kanë vend të punës, por asë një rezultat, nuk kemi definim të qartë të partive politike se çka në fakt kërkojmë. Nëse ndajmë përgjithësi, natyrisht si subjekti më i madh politik i dalë nga zgjedhjet e shkurtit, vetëvendosjes i takon që të bartë më shumë përgjithësi, po ashtu i takon edhe që të nisë bisedimet për të zgjedh ngërçen e kuvendit dhe të vazhdohet mandej tutje për afat kohor. Tashmë e kemi parë që do të flasim prapë zgjedhjet lokale kanë kthy krejt fokusin në sistem lokal, në zgjedhje lokale dhe pak kena më u marrë edhe me kuvend. Zoti Jashari tha Albina që votat për formimin e qeverisë i ka zoti Kurti, pa mendoni ju kështu me që ndoshta të njëjtat votat do të mund t'i siguronte edhe për kandidatën që e kanë propozuar për kryetare të kuvendit, zonjën Albulina Exhiu? Por nëse bazohem në deklarimet e zotit Kurti, ai ka thonë që i kanë votat për qeveri, po si kanë për kuvend. Ose ma mirë me thonë nuk përdojna me shfrytzu për kuvend. Edhe është e pa qartë pse për i dhimin atë vota me votu me qu dorën e me zhbloku këtë proces, po mendoj që... Nuk është ideja që për i dhimë, se tash qëndrimi i qartë i vetëvedosës është që pozita e kryetarit të kuvendit dhe pozita dhe situata e zhbllokimit të kuvendit i takon edhe partive opozitare, sepse edhe ato janë pjesë e strukturës politike, edhe ato kanë garu për deputet. Do të thotë, është një përgjësie për bashkët politike. E përgjësia politike për krijimin e qeverisë i takon veç vetëvendosjes. Ne jemi mësu me pa një Albin Kurt, i cili ka qenë kundër secilit proces, e që ka qenë kundër edhe vetë shpallës pavarësisë Kosovës, ati procesi që del të pej pakus e atisarit. Dhe në secilin proces, kur janë kriju institucionet, ky ka qenë kundër. Dhe tash me të drejt, për derisa zoti Kurti dërgon ftesë të parti tjera për me diskutu për mundësinë e bashkëpunimit, në anën tjetër në hollën e kuvendit dalin zyrtar të lartë, shumë të afërt të zotit Kurti që e sulmojnë po të njëjtin subjekt ose po të njëjtin lider që ai ka marrë të diskutu me to. Më thonë, shprehet qartë që zoti Kurti nuk është interesu me bo institucione. Tashmë, pas takimi djeshëm që patën të presidentit, zonja Exhiu shprehimisht e tha dhe në publik që janë të interesu me shku bashkë në zgjedhje me zgjedhjet lokale, e që po del që ka qenë një skenari përgatitur qysh nga fillimi, sepse duket si për vetëvendosjen një fitore relative nuk është fitore. Zgjedhjet e kaluara, kur 50+ votave i pat vetëvendosja dhe i pat duart e lira për këtë institucionet. Qatë shumë ka me fitu vetëvendosja në nivel të komuna? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Unë po flasë për dëshirën e zotit Kurti për t'i pasë ose gjitha, ose hiq. Dhe për ta vendosë këtu edhe elektoratin para një pikpyetje që nëse nuk më jap një votat, prapë do të gjindemi në të njëjtën situatë ku do të kemi institucione. Dhe është një shantazh i bëhet edhe partive politike, me këtë thirrjen për shkuar në zgjedhje bashkë me zgjedhjet lokale, pa e qarë kokën për dëmën që është ka i bëhet gjitha fushave, sidomos aspektit ekonomik.